Presidenti i Republikës Bajram Begaj mori pjesë në 70 vjetorin e shogurimit meshtarak të hirësisë së tij kardinalit Ernest Simoni. Gjatë ceremonisë së zhvilluar në Katedralen e Firencës Santa Maria del Fiore, Begaj vlerësoi figurën e kardinal Simonit si një simbol të qëndresës, besimit dhe sakrificës, një martir i gjallë. Historia juaj është një dëshmi e gjallë që asnjë regjim nuk mund ta shfarosë besimin dhe dinjitetin njerëzor. Historia juaj na mëson se besimi nuk matet në kohë të qeta, por në kohë sprove, dhe se dinjiteti i njeriut nuk varet nga rrethanat, por nga qëndrimi që ai mban përballë tyre. Ai theksoi se fal kësaj sakrifice dhe përkushtimi, Shqipëria sot është model i bashkëjetesës fetare, një nga vlerat më të çmuara dhe më të bukura që kemi. Kjo harmoni ndërfetare është një përgjegjësi e përditshme dhe një pasuri që duhet ta ruajmë, ta kultivojmë dhe ta përcjellim me krenari te brezat që vijnë. Por kjo liri nuk erdhi vetë. Ajo ka emra, ka histori, ka sakrifica. Dhe një nga këta emra është padyshim kardinal Simoni. Një mesazh të veçantë derimi presidenti përcolli edhe për atin e shenjtë Papa Franceskun, i cili e lartësoi këtë figurë dhe ja tregoi botës këtë martir të gjallë që ka përcjellur vuajtjet e diktaturës pa urrëtie. Vendimi për ta ngritur në dinjitetin e kardinalit ishte një akt i thellë mirënjohje dhe vlerësimi, jo vetëm për një njeri, por për një histori. Për një histori dëshmi e gjallë, qëndrese, shprese, besimi dhe dinjiteti njerëzor. Zakoni shqiptar na mëson se njeriu bëhet i madh jo kur merr, por kur jep, jo kur sundon, por kur shërben, jo kur flet shumë, por kur vepron drejt, jo kur dorëzohet, por kur ka forcë për të qëndruar për drejtën, jo kur tregon hipokrizi, por kur tregon integritet. Jetë kjo ditë jo vetëm një nderim për të kaluarën, por edhe një angazhim për të ardhmen, për të ruajtur vlerat, për të mbrojtur dhe për të ndërtuar një shoqëri më njerëzore, më të drejtë, më të paqë, më të lirë në mendim, besim e veprim.